Kryeministri në detyrë dhe kreu i vetëvendosjes Albin Kurti e ka sfiduar opozitën që ta votojë Albulena Axhiun për kryetare të kuvendit, duke u ofruar mundësinë ta testojnë nëse ka vërtet 61 vota për ta bërë ai qeverinë. Kurti theksoi se mënyra e drejtë për të vërtetuar këtë është përmes votimit dhe jo përmes bllokadës institucionale. Ai deklaroi se nëse dështon në marrjen e votave për kryeministër, atëherë opozita do ta kishte fitoren e saj, por jo duke penguar formimin e institucioneve. Tash kolegët e mi në Kuvendin e Republikës si udhëheqin subjektet e tyre, nuk besojnë se unë kam 61 vota për kryeministër, unë u them atyre me testoni, nëse ata besojnë se Albin Kurti nuk i ka 61 vota deputetësh për të bërë kryeministër, përsëri e kanë në dorë të më testojnë, tha Kurti. Lidhur me këtë deklaratë, drejtori ekzekutiv i Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane, Agim Aliçkaj, në një prononcim ka akuzuar krerët e opozitës për bllokimin e krijimit të institucioneve, duke theksuar se ata janë përgjegjësit e vetëm për situatën e krijuar. Faji plot për bllokimin e krijimit të institucioneve i takon krerëve të opozitës dhe askujt tjetër. Nuk thuhet kot në Amerikë excuses are for losers, apo në Shqip arsyetimet janë për humbësit. Ata i kanë humbur zgjedhjet dhe nuk mund të shndërrohen e fitues me dekret të dikujt në jashtë apo duke e bllokuar funksionimin e shtetit të tyre. Bllokuesi është bllokues, pa marrë parasysh arsyet. Është shumë e çuditshme se si krerët e opozitës së tashme ende nuk e kanë kuptuar pse nuk i voton populli shumicë. Ata ende nuk e kanë të qartë se veprimet e tyre duhet i pëlqejnë popullit të Kosovës, jo diplomatëve interesaxhi ndërkombëtar. Derisa qeveria Kurti për 4 vjet të mandatit është ballafaquar ashpër me regjimin serb të Vučićit, këta nuk kanë poshuar se të kritikuari pa pikë logjike dhe pa ofruar asnjë propozim konkret se si të luftohet agresioni serb. Ai politikan që i mohon arritjet historike në veri të Kosovës nuk ka kurfar vlerë politike dhe as njerëzore. Pra krerët e opozitës janë lidhë për çështje të gabuara, ka thënë Aliçkaj. Po ashtu ai thekson se nuk ka arsye që Kurti të tërhiqet, ndërsa e vlerëson Axhiun si të vetmen kandidatet të denj për kryetare të parlamentit. Sipas tij, emërimi i Albulena Axhiut do të tregonte qartë nëse Kurti i ka apo jo votat për të krijuar qeverinë. Edhe bllokimi i krijimit të institucioneve është një çështje krejtësisht e gabuar kundër interesave të shtetit. Opozita duhet të ngrihet në këmbët e veta dhe mos t'i dëgjojë këshillat e oligarkëve dhe politikanëve ndërkombëtar të cilët i kanë interesat e tyre të njëjtat me regjimin serb, që të mos e lejojnë fituesin e zgjedhjeve ta bëjë qeverinë. Është gabim fatal të bëhen vegele të huajve, fundja në çfarëdo varianti, humbës para pse prap do të jenë ata vetë, jo të tjerët. Natyrisht që në këtë rasti të komplikuar, dikush duhet të lëshojë pe, nuk e shoh asnjë arsye të vlefshme pse në këtë fazë një gjë të tillë ta bëjë Albin Kurti. Ministra në detyrë zonja Albulena Axhiu i plotson të gjitha kushtet pa konkurrencë që të votohet në pozitën e kryetares së parlamentit. E vetmja mënyrë për ta bindur popullin e Kosovës se kryeministri Kurti nuk i ka votat për të krijuar qeverinë është për ta emëruar zonjën Axhiu. Të tjerat janë vetëm supozime, sipas dëshirës, ka nënvizuar ai. Në fund, Aliçka i ka deklaruar se sfida e Kurtit ndaj opozitës nuk është një taktik politike, por një veprim i bazuar në realitet. Sfidën e zotit Kurti për opozitën nuk e shoh si në një lëvizje strategjike, ajo është e bazuar në realitet, gjë të cilën ai argumentoi fare mirë në intervistën e tij në RTK. Mos lejimi i krijimit të komisionit për votim të fshehtë i lën krerët të opozitës pa kurfar argumenti. Bllokuesi mbeten bllokues dhe pik. Topi është në anën e krerëve të opozitës. Nëse e mbajnë kot dhe nuk e lëvizin në drejtimin e duhur, loja atyre është e humbur. Duket se zgjedhjet e jashtëzakonshme do të mbesin si opsioni i vetëm i daljes në kjo krizë e krijuar me qëllim dhe artificialisht në ana e krerëve të opozitës. Jam i bindur se nëse shkohet në zgjedhje të tjera për shumë arsye, ata do të humbin prapë dhe më keq se përpara, ka përfunduar Aliçkaj analizën e tij.